Një ngjarje rënd kriminale ka trondituar Roskëvesin, ku një 35 vjeçar identifikuar me inicialet RB shkoi armatosur me një armë gjau në banesën e familjes së ish bashkëshortes së tij e qelloi drejt tyre. Sipas së të shtrenave, mbeti i vdekur në vend. Ish vjera e tij KP 58 vjeç, si ku plagos rënd ish vjera BP 55 vjeç, e cila ndoqët në spital në kujdesin intensiv të mjekëve. Pasi kreu krimin, autori largua me shpejtësi me automjet, duke marrë me vete armën e gjaut e duke marrë peng ish bashkëshorten e tij, shtetasin RB. Menjëherë pas ngjarjes, forcat specializuare NEA shërbimet e policisë së Fierit zbarkuan në zonë e rrethuan autorin. Në trosin e rrethimit policor, 35 vjeçari lëroi ish bashkëshorten pasi sa orësh pengmarrje. Ekipi negociatorëve të RENEA-s e policia e Fierit në drejtimin e prokurorit zhvilluan negociata intensive për orë të tëra për ta bindur 35 vjeçarin të dorëzojë. Megjithatë, ai nuk u mbi thirrjeve të policisë e rrethor 16:35 u vetvra me armën e gjaut brenda në automjet. Grupi hetimor po vijon veprimet për dokumentimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje.